Familja Selimaj që 3 dekada merret me fermë të pulave. Fermat e tyre kanë rreth 30.000 pula dhe 10.000 të tjera në rritje. Selimaj, vezët e pulave ishat në tregun e Kosovës, kryesisht në Prishtinë. Na me fermë pula merrem që nga viti 1984, e kem pas kapacitetin 3600 pula, kurse që 3 vite kem fillu, e kem rrit prodhimin, tash për momentin i kemi me gjithë agjen rreth 30.000 kërë pula vojse. I mblem zësht një ditor, i rritim 18 javë, mas 18 javë fillon prodhimi i vezëve, maksimumin i bojnë dhe 25.000 vezë në ditë. Tregin kryesisht e kemi komplet në Kosovë, kryesisht në Prishtinë. Prishtinë edhe për momentin kemi fillu me bashkëpunu edhe me Elkosin. Unë i kem 3 punëtor, edhe unë edhe vllau 5 punëtor kryesisht, 5 vetë punojmë këto. Derisa për rritjen e kapaciteteve të fermës, faktor kyç ishin rrethi familjari i cili jeton jashtë vendit. Kohëve të fundit lehtësim tjetër janë edhe subvencionet qeveritare. Po që 2 vite qeveria i ka nda 50 cent për kokë të pulës deri në 10.000 pula. Mbi 10.000 pula është 40 cent për kokë të pulës. Sa do kodo është një lehtësim për neve farmerët. Por rënja e çmimit të vezëve, ndikuar nga importi i vezëve nga Shqipëria dhe Maqedonia, ka bërë që viti 2015 të jetë ndër më të dobtit që kanë përjetuar ndonjëherë pohën Selimaj. Prej janarit është çmimi shumë i dobët në Kosovë, për momentin deri €1 karat tabla me shumicë. Jemi me humbje të punu që 5 muajt. Arsyeja kryesore që unë mendoj që është, prej Shqipënie vinë vezë të bardha me vula, cilësia shumë e dobët, na i kemi cilësin gjithmonë treg e plasojmë mrena 3 dite. Është cilësi e klasës parë, prej Maqedonie gjithashtu rezervat, kurse ne nuk na lejohet me dërgu vezë as në Shqipëni, as Maqedoni, edhe pra ata jemi dëmtuar shumë. Përkundër vështirësive, Selimaj pret që në të ardhmen tregu në Kosovë të rregullohet dhe prodhimet e çmimet të mbrohen nga shteti. Për këtë arsye, ferma Bellini A nga Skivjani do vazhdoj punën me kapacitete të plota përkundër sfidave, shprehet Selimaj.